Presidenti Amerikan Donald Trump është bërë personi i parë që ka pranuar çmimin e ri të paqes nga FIFA gjatë hedhjes së shortit për Kupën e Botës 2026. Gjatë prezantimit, FIFA tha se Trump ka sjellë paqe në shumë vende të botës, ka arritur armëpushime dhe ka shtyrë përpara procese diplomatike. Udhëheqësi amerikan u shpreh se ka ndaluar 8 luftra, duke përfshirë një konflikt mes Kosovës dhe Serbisë. Gianni Infantino, kreu i organizatës botërore të futbollit, ia ndau çmimit Trump gjatë një ceremonie në qendrën Kennedy në Washington. Është vërtet një nga nderet më të mëdha të jetës time. Ne shpëtuam miliona jetë. Për shembull në Kongo, më shumë se 10 milion njerëz vdiqën. Gjithashtu ndaluam luftën mes Indisë dhe Pakistanit. Bota është një vend më i sigurt tani. SBA një vit më parë nuk ishte në situatë aq të mirë, u shpreh Trump. Infantino deklaroi se Trumpi e fitoi këtë çmim për shkak të veprimeve të jashtëzakonshme për të promovuar paqen dhe unitetin në mbar botën. FIFA njoftoi në nëntor se do të ndante këtë çmim vjetor për të vlerësuar njerëzit që sjellin shpresë për brezat e rinj. Presidenti amerikan disa herë ka thënë se meriton të fitojë çmimin Nobel për paqe, për shkak të rolit të tij në ndaljen e 8 konflikteve gjatë këtij viti, duke përfshirë edhe arritjen e armëpushimit në Gaza. Megjithatë, Nobelin për paqe këtë vit e fitoi udhëheqësja opozitare e Venezuelës, Marina Corina Machado. Udhëheqësi amerikan ka vendosur në qendër të mandatit të dytë presidencial organizimin e Kupës së Botës. Eventi do të mbahet verën e ardhshme në SBA, Kanada dhe Meksik.